Shkues të nderuar, jemi në njëra nga shkollat në zonën e kryeqytetit, më saktësisht në pjesën e quajtur si Vranjevce. Jemi në shkollën Asim Vukshi, ku nga këtu pra do ju sjellim edhe të dhëna në lidhje me mbarvajtjen e procesit zgjedhor në raundin e dytë në zgjedhjet lokale, ku pra janë 18 komuna gjithsej, të cilët janë të përfshira në këtë proces zgjedhor pra për balotazh. Njëra nga to është edhe kryeqyteti, komuna e Prishtinës, e ku po nga ora 7 e mëngjesit ka nisur edhe procesi i votimit të qytetarëve, ndërsa deri më tani në bazë të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, pra janë 8% të qytetarëve të cilët kanë dalë për të shfrytzuar të drejtën e tyre të votimit. Jemi në njërën nga sallat, në njërën nga vendvotimet pra të shkollës Asim Vukshi këtu, ku qytetarët pra kanë të drejtën e tyre të votës, e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës në këtë raund të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, ndërsa po shohim që vazhdimisht po ka edhe frekuentim të kësaj shkolla nga ana qytetarëve për shkak të njëjtit po vijnë pra për të shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Ashtu edhe siç na tha edhe menaxheri i kësaj qendre, Nazif Jashari, pra deri prej orës 7 kur ka nisur edhe procesi i votimit për balotazh, deri më tani nuk ka pasur ndonjë vretje ose nuk është shënuar ndonjë problem në këtë shkollë, në këtë qendër të votimit në Prishtinë. Pra gjithë procesi deri më tani ka shkuar apo ka pasur një mbarvajtje të rregullt, ndërsa ashtu siç edhe përmendi drejtori gjatë kohës sa biseduam me të, pra ajo çka po ballafaqohen tash edhe personat të cilët po qëndrojnë vëzhguesit apo këshillat të cilat janë për klasa e ku do të marrin pra edhe letë njoftimet, por edhe vërtetimet e mjekut për personat të cilët pra nuk kanë mundësi të votojnë vetë, nuk janë të aftë të votojnë vetë. Pra është një procedurë e re e cila ka hyrë tashmë dhe ndonjëherë po kanë edhe dilema nëse do duhej apo jo të pranohen vërtetimet e mjekut të cilat janë lëshuar për personat të cilët kanë nevojë për asistencë gjatë kohës së votimit. Pra kjo është korridori, në anën tjetër po shohim pra edhe qytetarët të cilët janë duke shfrytzuar të drejtën e votës së tyre. Nuk ka, aktualisht është një situatë e qetë, nuk ka ndonjë vrull të qytetarëve të cilët kanë ardhur për të votuar në këtë shkollë, në kryeqytet, në qendër të Prishtinës. Në anën tjetër, edhe nga policia e Kosovës deri më tani kemi marrë informacione se në Prishtinë nuk është shënuar në fakt asnjë incident në lidhje me procesin e votimit, i cili po zhvillohet në 18 komuna në gjithë Kosovën, pra është raundi i dytë, raundi i balotazhit, në të cilin pra është edhe Prishtina pjesë e këtyre komunave që do të shkojnë në balotazh. Kjo është një vendvotim tjetër e kësaj shkolle, në të cilin pra po vazhdon procesi i votimit në bazë të procedurave ashtu siç ka nisur që nga ora 7 e mëngjesit dhe po vazhdon tutje deri në orën 19 në mbrëmje, ku do të bëhet edhe mbyllja e procesit të votimit në raundin e dytë për balotazh. Nga këtu, nga kjo shkolla Asim Vukshi, pra ju vazhdoni me ndjek Kallëzopikon, sepse ekipet të shumta të Kallëzopikon tashmë gjenden në terren për të ndjekur dhe për të monitoruar nga afër pra të gjithë këtë proces zgjedhor i cili është duke u zhvilluar gjatë ditës së sotme në Kosovë.